Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 ka përfunduar me etapën e 5 dhe të fundit. Sipas itinerarit të përpiluar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit, etapa e 5 nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier, ku është kurorzuar dhe fituesi i këtij edicioni të 83. Policia rrugore e Fierit njoftoi bllokime të përkohshme në disa akse rrugore nga ora 10 deri në 13:15, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Kjo sfidë ishte mjaft emocionuese dhe kishte shpirt luftarak gare nga të gjithë ciklistët e të 18 ekipeve pjesëmarrëse. Pas rreth 3 orësh garë, i pari në finish mbriti 22 vjeçari Gabriele De Fabritis, përfaqësuesi i ekipit kombëtar shqiptar, i cili la pas grekun Georgios Buglas, ndërsa në vendin e tretë u rendit rumuni Alin Toder. Pas garës vetëfituesi u shpreh se gara ishte emocionuese dhe se luftoi përgjatë gjithë kohës. Fiton etapën e fundit ciklistike pikërisht këtu në Fier. Urime, suksese, shumë faleminderit Gabriele. Ishte një giro shumë e vështirë, por è stato un giro difficile, non sono stato bene tutto il giro. Gjithë giron nga të kësaj giro që ka bërë ka qenë shumë, nuk ka qenë dhe shumë mirë dhe besoja thot se ekipi, besoja te vetja dhe nuk doja të dorëzoja. Kishte një rivalitet me shumë me gjëra të cilat si mund të thohet, por një rivalitet normal sot, sportiv. Tona të konkurojnë edhe në gara ndërkombëtare që zhvillohen në vende të tjera. Faleminderit gjithë dhe urime Gabriele. Ndërkohë fituesi i gjithë edicionit u shpall holandezi Niels Remayer, i cili u shpreh mjaft i emocionuar, teksa e ka cilësuar Shqipërinë si një nga vendet më të bukura. Ky aktivitet solli në Shqipëri frymën e ciklizmit ndërkombëtar, duke promovuar sportin, garën dhe bukuritë e vendit përgjatë 5 ditëve intensive të kompeticionit. Today quite good. It was not a really hard stage, but it was only 12 seconds, so we had to defend the jersey, but it was successful. Për mikpritjen e madhe që keni bërë ju për sot e keni bërë vazhdimisht, ju kemi partner. Meritoni shumë për të folur për ekipin e Fierit, disa 12 vjet kampion me krye Kixhakalajmin, legjenda e ciklizmit shqiptar. Ka qenë djali juaj i Fierit, Palion Zarga në 2006, që nuk do të bëj politikë se kush ishte veprimtarinë e tyre. Megjithatë toskën e vogël, një ciklist i fuqishëm, mundën disa ekipe dhe dolën kampion dhe prum për herë të parë në Shqipëri medaljen. Do t'i falenderoj në mënyrë të veçantë të gjitha bashkitë që ne i kemi shkelur, nga mikpritja, nga sinqeriteti, nga hotelet, nga organizimi, nga të gjitha veprimtaria. Policinë e shtetit, me në krye zotin Ledian Kërka, që përsa i përket organizimit Giro d'Italias, duke qenë se kam qenë pjesë e atij organizimi, besoj që edhe ky event ka qenë në të njëjtin nivel. Dhe një duartrokitje realisht e fortë duhet për policinë e shtetit, që ka ruajtur një siguri dhe ka treguar një nivel shumë të lartë ndërkombëtar. Shumë faleminderit.